Parashavi Simaku, zëri që nuk shuhet kur, rikthehet me një mesazh zemre për Pashk, kujtimet më të bukura të fëmijërisë ka me gjyshin tim që jetoi 105 vjeç. Në prag të festës së Pashkëve, këngëtarja legjendare e muzikës shqiptare, Parashavi Simaku, ka ndarë me ndjekësit e saj një mesazh të mbushur me ndjenjë, mall dhe dashuri për traditat e dikurshme. E njohur për zërin e saj të kristajt dhe interpretimet që u rritën me breza të tërë, Parashavi nuk është thjesht një emër i dashur për publikun shqiptar, ajo është një kujtim i bukur që ringjallet sa herë dëgjohet. Pas një kohe të gjatë në heshtje, ajo është rikthyer me dritën e shpirtit që ka ndezur dikur skenat, dhe këtë herë ndan një copës nga fëmijëria e saj, nda një kohë kur dashuria për familjen dhe traditat ishte gjithçka. Kujtimet më të mira që kam të fëmijërisë është kur vinte gjyshi im me një baston që jetoi 105 vjeç, rrëfen këngëtarja me emocione. Babai im dante një çenxhe me vëllain e tij, sepse ata ndishnin delet si çoban dhe e kishin për gjyna të hanin një çenxhe të plotë secili. E ndanin në gjysmë. Ne nuk hanim kurrë mish çenxhi përveç se për Pashk. Ajo flet për gjyshin e saj që ndonë se i moshuar, udhëtonte me baston për 2-3 orë për të mbërritur pranë familjes. Gjyshi vinte në shtëpi, hante mish çenxhi dhe byrek me qumsht, i dridheshin duart dhe këndonte këngët e bukura. Ai ishte dritë në çdo fest, thot Parashavia me një buzëqeshje të përzier me mall. Në këtë Pashk, ringjallja nuk është vetëm një simbol shpirtëror, është edhe ringjallja e saj si artiste, si një zë që vjen për të kujtuar vlerat e dikurshme dhe për të ndriçuar me thjeshtësinë e dashurisë familjare. Ajo është drita që ndizet sërish, në një botë që shpesh haron çfarë do të thotë të jesh pranë njëri tjetrit me zemër. Parashavi Simaku na kujton se muzika nuk është vetëm art, është kujtim, është rënje, është shpresë. Dhe në këtë ditë të shenjtë, zëri i saj prek shpirtin e secilit prej nesh, ashtu siç bënte dikur. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!